Përshëndetje, miqtë mi. Mirë se vini në kanalin tim Tea Tarot. Sot do të marrim disa nga mesazhet e orakullit të dashurisë. Për lexime personale më kontaktoni në Instagram Tea Tarot 2025. Dhe tani do të shikojmë mesazhet e orakullit për ditën e sotme. Çfarë thot orakulli i dashurisë? Je shumë e lumtur sot nëse la vjerse, ku universi të ndriçon me ylberin e tij gjithë çakat e tua. Flet gjithmonë me fëmijën tënd të brendshëm. Gjithmonë në një vend me paqe dhe me qetësi, ti flet me fëmijën tënd të brendshëm për të marrë përgjigjen e duhur. Di të harmonizosh shumë mirë jetën tënde. Sepse çdo e mirë ka një të keqe, dhe çdo e keqe ka një të mirë. Dhe ti di të bësh shumë mirë harmonizimin e jetës. Ke një përputhshmëri me personin që ke pranë. Ju të dy keni shumë gjëra pozitive të përbashkëta. Jeni si dy mielma në të liqen paqësor të universit, që ndriçoheni gjithmonë nga yjet dhe nga hëna në univers. Këto ishin disa nga mesazhet e orakullit të dashurisë. Tani do të marrim disa nga mesazhet e yjeve të diellit dhe të hënës. Hëna. Ti je hëna ime, gjithmonë ndriçon në zemrën time, edhe kur nuk të shoh. Dashuria jote ecën me fazat e hënës, por asnjëherë nuk zbehet. Hëna dëgjon sekretet e dashurisë tonë kur bota hesht. Yjet. Ne jemi dy shpirtra që ndriçojmë në një konstelacion dashurie. Edhe universi hesht kur yjet dëgjojnë dashurinë tonë. Mbrëmjet me yje ndriçohen më shumë se çdo qiell në univers. Dhe dielli. Ti e dielli që më bën të lulëzoj me rrezet e tua. Dashuria jote më ngro më shumë se dielli i verës. Zemra ime ndjek dritën tënde si lule dielli. Këto ishin disa nga mesazhet e yjeve të hënës dhe të diellit bashkë me orakullin e dashurisë. Faleminderit shumë, miqtë mi.